Prej disa orësh përpjekjesh intensive zjarri që përfshiu të enjten një sipërfaqe pyjore në Qeparo është tushuar plotësisht. Flakët morën për masa të konsiderueshme për shkak të terrenit të vështirë dhe erës së fortë, duke krijuar rrezik të drejtë për banesat, si dhe për një fabrikë vaji aty pranë. Ndërhyrja e menjëhershme nga toka dhe ajri bëri të mundur neutralizimin e zjarrit dhe shmangjen e pasojave më të rënda. Flakët dyshohet jenë vendosur qëllimisht, por kanë marrë për masa më të mëdha për shkak edhe të erës së fortë e cila frynte nga bregdeti, duke bërë që flakët të përparojnë brenda pak sekondash. E nëse situata do të vazhdonte e tillë, rrezikoheshin jo vetëm toka, por edhe biznesa apo banesa aty pranë, ndërsa fal ndërhyrjes rreziku u parandalua në kohë. Në operacion u përfshi helikopteri Black Hawk i forcës ajrore, i cili luajti një rol kryq në përballlimin e vatrës aktive, ndërsa që në teren ishin të organizuar mjetet zjarfikse si dhe efektivet e shërbimit zjarfikës dhe punonjës të shërbimit pyjor. Fal bashkërendimit mes strukturave të mbrojtjes civile, u arritë të mbrojtej jo vetëm mjetisi, por edhe siguria e banorëve dhe pasuria e tyre. Vatrat aktive të zjarrit janë rritur tepër në numër përgjatë këtyre ditëve, si rrjedhoi edhe temperaturave të larta, teksa apelohet për kujdes të shtuar nga qytetarët, veçanërisht në këto ditë me temperatura të larta dhe erëra të forta. Çdo zjarr sa do i vogël të duket, duhet raportuar menjëherë në mënyrë që të shmangen situata të rrezikshme për jetën, pronën dhe natyrën.